flasim për një temë shumë të rëndësishme, e cila po zhvillohet gjithnjë më shumë në psikologjinë moderne, rolin e babait tek fëmijët. Kemi me ne Arminda Veqën, psikologe, pjesë e Primos Gratus, e cila merret edhe me fëmijët. Nga përvoja juaj me fëmijët, sa ndikim ka roli babait dhe a është kjo e dukshme në sjelljet e fëmijëve? Po, kjo është shumë e dukshme. Fëmijët që kanë baballarët e përfshirë, të paktën nga përvoja ime me fëmijët, dallohen sepse janë më të sigurt në ndërveprime, e kanë më të lehtë të lidhen me të tjerët, kanë më pak ankthëndarje. Në terapinë e themi që fëmia në fillim është shumë i lidhur me nënën, gati në një marrëdhënie simbiotike dhe roli i babait është i rëndësishëm sepse i mëson fëmijës që ekziston një botë tjetër përtej kësaj marrëdhënie. Babai është figura që e ndihmon fëmijën të kuptojë që bota nuk mbaron vetëm te mami, por ka dhe hapësira të tjera që ti mund të shkosh dhe të ndihesh i sigurt. Gjithashtu fëmijët që kanë baballarët e përfshirë në jetën e tyre gjithmonë kanë më shumë kuriozitet dhe guxim për ta eksploruar ambientin përreth tyre. Mund të themi se baballarët sot kalojnë 3 herë më shumë kohë me fëmijën se sa vitet e mëparshme. Si ka ndryshuar roli i babait tradicional tek ai modern? Sot kemi një tranzicion shumë të rëndësishëm. Tradicionalisht, babai ka qenë figura e distancës emocionale dhe autoritetit. Kur flitej për babain, gjithmonë mund të vinte kufiri dhe ligji. Ndërsa sot kemi një transformim mjaft interesant. Babai është bërë edhe figurë emocionale. Tashmë babai është edhe një objekt afeksioni. Dhe kjo është shumë pozitive sepse fëmijët nuk kanë më vetëm një figurë që i frikson, por kanë gjithashtu edhe një figurë ku mund të mbështeten emocionalisht. Megjithatë, unë do të përmend që kjo vjen me një sfidë me vete. Shumë baballarë sot në përpjekje për të qenë thjesht shok me fëmijët e tyre kanë humbur atë rolin strukturues dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse fëmia ka nevojë edhe për strukturën dhe për afërsinë të dyja bashkë. A është e vështirë të mbahet ky ekuilibër? Kërkon balans, patjetër balanca gjithmonë bëhet e vështirë, por është e arritshme patjetër. Si mund të ndërtohet lidhja emocionale mes babait dhe fëmijës në vitet e para të jetës? Atëherë lidhja nuk ndërtohet me gjëra të mëdha, por me veprime të vogla të përsëritura. Flasim për atë që ne i quajmë mikro-ndërveprime. Mënyra se si babai e sheh fëmijën, se si përgjigjet emocioneve të tij, se si luan me të. Shpesh baballarët luajnë më rrezikshëm se sa nënat, e marrin fëmijën në kapin, e hedhin lart, e sfidojnë më shumë dhe kjo bëhet ajo që më vonë është guxim, vetbesim, aftësi për të përballuar jetën. Pra fëmia mëson të tolerojë pasigurinë dhe të ketë më shumë besim në veten e vet. Dhe është gjithashtu e rëndësishme sepse ndihmon fëmijën të ndërtojë një ide brenda vetes që unë jam i rëndësishëm, sepse dikush më përgjigjet. Në fakt, mbi këtë temë ka folur edhe studiuesi kanadez Daniel Piquet, i cili shprehet se lojrat janë shumë të rëndësishme në fëmijëri, të cilat krijojnë dhe vetbesim tek fëmia. Sa rol ka babai në këtë pjesë? Vetbesimi nuk ndërtohet duke i thënë fëmijës ti je më i miri. Vetbesimi ndërtohet përmes përvojës. Babai është shpesh figura që e shtyn fëmijën që të provojë, nuk e mbron tepër si nëna. Nuk ja zgjidh problemet, por i thotë ti mund të zgjidhësh ato vetë. Dhe kjo e ndihmon fëmijën që të ndërtojë besim në veten e vet. Të rriturit që zhvillohen dhe rriten në mungesë të kësaj figure, shpesh bëhen individ të cilët kanë frikën e dështimit, kanë frikën të dalin nga zona e rahatisë, nuk besojnë shumë në veten e tyre, kanë frikë të marrë iniciativa apo e shtyn vendimarrjen, sepse te këta individ ka munguar figura e cila shtyn drejt botës dhe sfidës. Mund të themi që ndikimi i babait tek fëmijët mund të kompensohet apo roli i tij është kaq unik? Në pikpamjen psikologjike jo plotësisht. Çështja nuk është vetëm kush është i pranishëm, por çfarë funksioni ka ky individ në jetën e fëmijës. Dhe një figurë tjetër mund të jap mbështetje, mund të ofrojë model, mund të ndihmojë në strukturim, por roli i babait si prishës, si simbiozës dhe si udhëheqës drejt botës është unik. Megjithatë është e rëndësishme të mos krijojnë faj, sepse fëmijët janë shumë adaptiv dhe mund të zhvillohen shumë mirë edhe në mungesë në prani të figurave të tjera të qëndrueshme, siç mund të jetë xhaxhai, gjyshi apo dikush tjetër. Tek një i rritur, a mund të dallojë mungesën dhe praninë e babait në fëmijëritë e hershme dhe a e transmeton këtë tek prindërimi i tij, tek mënyra se si ai prindëron?
Po, dallohet, sepse këta të rritur zakonisht nuk kanë besim as tek vetja dhe as tek të tjerët. Kanë gjithmonë nevojën për një konfirmim të jashtëm nga dikush tjetër. E shtyn vendimarrjen. Mund të shfaqet si frikë nga autoriteti, mund të shfaqet si rebelim ose nga ana tjetër si nënshtrim ekstrem. Mund të shfaqet si një frikë e tepruar nga braktisja. Unë kam parë shpesh në terapi që këta të rritur ka një boshllëk në strukturën e vetes, sepse mungon a figura që ndihmon në ndërtimin e kufijve dhe të identitetit. Dhe patjetër çfarë nuk përpunohet siç duhet në njërin brez, ka tendencën të përsëritet në brezin tjetër. Çfarë këshille do i jepje këtyre personave, tek të cilët mungesa e babait ka qenë e theksuar, për të pasur një prindërim më të mirë? Është e rëndësishme që ne si të rritur të punojmë duke ndjekur terapi, sepse siç unë e thash çfarë nuk përpunohet në njërin brez, transmetohet në brezin tjetër dhe mund të shfaqet në forma të një ankthi të pashpjegueshëm, të një frike të tepruar, të një frike nga braktisja, të shtyrjes së vendimarrjes dhe për të menaxhuar të gjithë këto gjëra është mirë që të punojmë me veten tonë. Në fakt, ne jemi brezi i parë që po mundohemi të shkëpusim gjithë pjesën e mënyrës edukimit që na kanë dhënë prindrit, me mënyrën e re të transmetimit tek fëmijët, dhe normalisht është shumë e rëndësishme dhe ndjekja e terapisë. Përpos sfidës që ne kemi për të bërë këtë shkëputje nga mënyra e edukimit të prindërve, kemi edhe sfidën e kohës, me cilën ne përballemi sa më shumë me faktin që mungesa e kohës është jashtëzakonisht e madhe, duke qenë se prindrit janë gjithmonë në kërkim të sigurimit të mirave të materiale. Ndërmjet një kohe të shumë të kaluar me fëmijën dhe kohës cilësore, çfarë do sugjeroje më shumë për prindit e rinj, për baballarët e rinj? Tani shumë prindër sot mund të jenë fizikisht aty, por menderisht janë diku tjetër, janë në punë, janë të stresuar, janë në telefon, cilësi do të thotë kontakt me sy, dëgjim aktiv, reagim emocional. Fëmia nuk do mbaj mend sa orë ke kaluar me ta, por se si ke bërë të ndihet kur ka qenë me ty. Prandaj unë them është më mirë një orë me prani të plotë se sa shumë orë pa u lidhur me fëmijën. Sot prindërit justifikojnë që gjithë kohë se janë në punë, shumë gjëra për të bërë, dhe normalisht janë dhe në kërkim të suksesit, jo vetëm të mirave materiale për familje. A është ky një baba i suksesshëm dhe në familje? Suksesi në punë nuk e kompenson mungesën emocionale. Shpesh sot baballarët justifikojnë mungesën në familje me faktin që unë po punoj për familjen time. Por një fëmijë nuk ka nevojë vetëm për kushte, ka nevojë për lidhje. Nuk i nevojitet një baba që siguron çdo gjë, por i nevojitet një baba që është emocionalisht i disponueshëm. Dhe nëse babai mund të jetë i suksesshëm në punë apo në shoqëri, por fëmia i tij rritet me një ndjenjë mungese, atëherë ka një boshllëk në funksionin prindëror. Nga përvoja jote në terapi me fëmijët, por edhe me të rriturit, cila do ishte këshilla jote për prindërit e rinj sot? Mos u shqetësoni të jeni perfekt, por përpiquni të jeni të pranishëm, sepse ajo që mbetet nuk është ajo që jepni, por mënyra se si e ka bërë të ndihet fëmijën nga prezenca ose jo, prania e vet. Gjithashtu baballarët nuk ndërtojnë vetëm kujtime në fëmijëri, por ndërtojnë mënyrën se si fëmia do të shohë veten dhe botën për gjithë jetën. Atëherë ju bëjmë një thirrje baballarëve të mos jenë perfekt, por kalojnë sa më shumë kohë cilësore me fëmijët dhe t'u japin sa më shumë vëmendje. Armida, të falenderoj shumë për puntatën e sotme dhe për gjithë këshillat që na dhe. Falenderoj.